Pas ndeshjes Vllaznia Pogradeci ka qenë mbyllur me rezultatin 0-3 për ekipin Lukasje, me tani në Vllaznia Zoran Tafa. Profesor, një humje që ju ka mërzitur. Në radhë parë i herë faleminderit gjithë ju që jeni prezent dhe vini çdo herë dhe na njekni. Atëherë, për sa bëhet fjalë për hupjen, unë e kam deklaruar, ne nuk mund të kena pretendime të mëdha me këto ekipe që kanë bërë investime dhe janë pretendenta për të dalë kampion. E vetmja gjë që më bën mundi keq dhe të mërzitun është të jena realista, ne nuk bëmë një performancë mirë ashtu siç realizuam në ndeshjen e kaluar dhe prep në ndeshjen e kaluar që u paraqitën. Gjithsesi, ekipja shumë i ri, nuk arrin me majtë gjithmonë atë tonusin e të njëjtit rritëm në gjitha ndeshjet. Tham që do e shohim, do e analizojmë si ndeshje dhe tham që do të zjarrim ato gabimet tona. Profesor, ju thatë vetë mjaft mirë, ndryshe nga përballja me Skënderbeun dhe me Dinamon, ku edhe pse u mund të patet një performancë mjaft mirë, sot ishit në nivelin e dur. Nuk arritme me kanë përqendrum si duhet në lojën dhe me bëj një ato element që ne arrimi i bë mirë, nuk arritme për të realizuar dhe me marrë si thënë shumë pikë. Por siç e thash, ekipi kundërshtar ishte nivelin e nalt. Duhet përgëzu dhe duhet i uru suksesin vazhdimsi dhe duhet me kanë realista. Por ne ka me shumë probleme, si në topin e parë, si në shërbimi nuk e godit me ma fort që duhet me kanë godit nga ana jonë shumë fort për të pas parasysh se qendrat tona nuk janë nivelin e duhen dhe për mos i leju ato me na sulmu në qendër, por ato arritën banë një performancë një ekipi kundërshtar dhe nuk e di çfarë them për momentin sepse do të ulna të shohim me video dhe gjitha. Por që do të thotë bilanci në 4 ndeshje fitore 3 humje, ju mërzit pak? Por normal që na mërzit sepse ne dona me i fitu, por duhet me kam tokë, duhet me shiku ekipet kundërshtar, me shiku ekipin tonë dhe nuk mund të kërkojmë për te pritshmërive. Prandaj nuk di çfarë më thonë më tepër përveç se me kanë realist. Nuk mund të thojmë që duhet me fitu, por duhet me ditë kapacitetet që kena ne. Keni qenë në pritje të një përforcimi tjetër? Po bëhet? Po presim besoj javën tjetër në vazhdim që të vinë pranë ekipit tonë për arsye sepse do pas parasysh distancën e largë që vjen ajo lojtare dhe kjo ka qenë problematika. Ne kemi planifikuar për ta pas për këtë javë, por nuk arritme sepse të pas parasysh distancën e largë nga ajo vjen. Për çdo ndeshje javës 5, ku luhet? Ndeshja tjetër luhet në Tiranë, ekip pretendent dhe ai, kam që ndaj ekipit Tiranë. E vetmja gjë që unë kam pretendu dhe kam dëshirë që ekipi jonë vetëm me performu mirë me këto ekipe që janë pretendente për titull kampion. Kështu që tham që besoj duhet me performu mirë, me realizu një ata detyra që ne i kena bënë stërvidje, por tham që duhet me punu me veten tonë rallë parë. Duhet me punu me pjesën e moralit, sepse të janë vajzat e reja, normalisht janë me perspektivë, por nuk janë gati për të përballu këto kundërshtar të nivelit tyre. Faleminderit. Faleminderit edhe për jush.